Jam këtu me Agron Gjerasi, faleminderit, është një nga sponsorat e eventit Albania Business Showcase. Këtu jemi me një sponsor tjetër. Jam këtu me Agron Gjerasi, faleminderit, është një nga sponsorat e eventit Albania Business Showcase. Agron, nëse mund të prezantosh pak më shumë biznesin tuaj edhe si po i ndihmoni komunitetin shqiptar. Po, patjetër. Unë qenë dhe një Agron Gjerasi, kam 8 vjet që kam hapur një qendër për pensionistët shqiptar. Tani është bërë dhe një 2-3 vjet përpara këtu në Salem, qendra parë është në Braintree, quhet Vatra, e dyta në Salem quhet Nën Tereza e Salemit. Edhe qendra ndihmon gjithë pensionistët shqiptarë që janë mbi 65 vjeç, që kanë probleme shëndetësore të ndryshme, po që janë përgjithësi të pavarur në veprimet e tyre, jetojnë në mënyrë të pavarur, pak a shumë. Pra ka fjetje, ushqim? Jo, nuk ka fjetje, qendra është ditore. Është qendër ditore. Domethënë i marrim në autobusët tanë nëpër shtëpia, i bim në mëngjes te qendra, atje shoqërohen me njëri tjetrin, pinë një kafe, pinë një çaj, bëjnë çik gjimnastik mëngjesi, hanë një ushqim që është tradicional shqiptar, kam kuzhinerë shqiptarë që punon për ne. Pastaj bëjmë aktivitete nga më të ndryshmet, flasim për Shqipërinë, kujton kohrat e të kaluara, flasim për artin, letërsinë, kulturën, bëjmë muzikë të ndryshme, bëjmë koncerte nga më të ndryshme, ftojmë këngëtarë nga më të dëgjuar të Shqipërisë. Kemi nën kujdesin shëndetësor të personelit shëndetësor që ne dhe kemi. Hanë dhe dregën atje. Mendoj që është shumë e rëndësishme sepse për shumë nga ne na vijnë prindit për na mbështetur, po prindit nuk kanë shoqëri, nuk kanë një punë që të jenë aktiv dhe unë kam dëgjuar goxha fjalë të mira për qendrën tuaj sepse është tamam një vend që jo vetëm kanë shoqëri, por një vend që i mbledh atë gjenerat që nuk është mbase në punë dhe ka nevojë për atë mbështetjen dhe le të themi miqësinë e të tjerëve. Kështu që vërtet bravo për atë që po bëni, edhe të gjithë që janë të interesuar të dinë më shumë, ne do vëmë detaje në përshkrim, kështu që mund ta shikoni më poshtë. Faleminderit. Mirupafshim. Këtu jemi me një sponsor tjetër të eventit Albania Business Showcase. Në këtë rast jemi me Ersida Dalloshi edhe Eugena. Dhe këtu kanë ardhur për të prezantuar Philips Salon. Po. Mund ta tregosh pak më shumë për Philips Salon? Përshëndetje. Faleminderit Masilda për këtë mundësinë që na dhe të njihemi me biznesmen të tjerë shqiptar. Philips Salon është një salon që është në qendër të Bostonit, në North End dhe ka 64 vjet që ekziston atje. Normalisht unë nuk kam 64 vjet. Punoj tek saloni for almost 12 vjet dhe kam 2 vjet që e kam marrë salonin. Eugena është një nga punëtoret më të reja të salonit që na prezanton, na përfaqëson sot. Dhe kam pothuajse 14 vjet që punoj si parukere. 14 vjet në Amerikë apo? 14 vjet në Amerikë, po. Okay. Si ka qenë eksperienca e ardhjes në Amerikë edhe le të themi ambientimi këtu edhe në një profesion që është i ri mos gaboj në parukeri? Është i ri. Kam ardhur në Amerikë 3 vite gjysmë përpara, nga një karrierë ndryshe në vendin tim mësuese prej 12 vitesh dhe kur erdha këtu, tash të provoja diçka tjetër që afrohej me mua, diçka që unë mund ta bëja mirë. Dhe vendosa të ndiqja Cosmetology School, e mbarova dhe pastaj u njoha rastësisht me Ersidën, fati na bashkoi bashkë. Dhe fati, sepse nuk që ndodh për një arsye. Nuk i ktheu. Se dhe mënyra se si vjen këtu është ndonjëherë fat. Kur ajo postoi diçka, nuk i ktheu përgjigje dikush tjetër, ja ktheva unë, kështu që fati na bëri bashkë. Jam shumë krenare që punoj me Ersidën. Jam shumë krenare që ne punojmë në një sallon që tashmë është themeluar 40 vite më parë dhe ndiqet tradita e parukerisë në të njëjtin zonë dhe po dhe një sallon me shqiptarë që ne vdesim që për parukeri shqiptare na duket sikur nuk merremi vesh ndonjëherë me tuaj. Jam krenare që punojmë bashkë, shpresojmë që të punojmë për një kohë shumë të gjatë, të rritemi, mësojmë gjëra të reja, pse jo. Mundohemi shumë që të mbajmë standardet që
paraardhësia ime ka pasur standardet amerikane, por më vjen shumë mirë që kam kryer një familje të vogël shqiptare atje. Kam edhe parukere të tjera shqiptare. Nëse doni ta ndiqni File Salon apo dhe pse të veni një vizitë për flok apo për gjëra të ndryshme, do e keni në përshkrim detajet dhe pse dhe thjesht një follow, një mbështetje, sepse është një biznes shqiptar mu në North End të Bostonit. Faleminderit. Faleminderit. Jam e nderuar dhe unë më quaj Ermira Laçka, jam mësuese e shkollës shqipe Besa dhe shkolla shqipe ka redikë efektive që është hapur dhe financohet nga kulturës mas Besa. Në shkollë sta program. Atekare kemi lecionë dhe dimtime. Janë disa programe të tjera, kemi ballë shqiptare dhe më thonë traditën tonë. Kemi përcin, kemi dhe tjarë. Për të gjithë, komunitetin shqiptar të bëjnë tjerë dhe pësoni fëmijët për të mësuar dhe lexuar shqip. Si dhe që do të shtoja, është madreta, ka dhe shumë gjëra të tjera. Në shkollë shqipe, dhe eventa e përparen, ka shumë programe të ndryshme, do të mësojmë shumë, për madreta dhe në Massachusetts, në përshkrim, do keni më shumë detaj dhe juve që të bëni antar. Faleminderit që vjen pjesë në vetë shumë shkruar sa ta. Ne her pas here bëjmë një goxha evente, marrim pjesë prindrit, fëmijët, edhe me bashkëpunëtarët e tyre dhe klasin shqip që mos ta humbin të mësim. Jam këtu me Jorida Qorillari. Shumë faleminderit që je një nga sponsorat e eventit dhe nëse mund na për gjithë audiencën na shikon, të prezantohesh, të dërgosh pak më shumë për profesionin tënd dhe si ndihmon komunitetin shqiptar në Massachusetts. Faleminderit Marsilda që më ftove sot këtu. Edhe urime për çdo gjë që bën. Faleminderit. Unë jam Jorida Qorillari, merrem me planin financiar si për individual edhe bizneset. Ka shumë produkte financiare që mund të ndihmojnë si familjet, bizneset, me mënyra se si mund të minimizojnë taksat, si mund të ndërtojnë diçka për jetën e tyre, për fëmijët, për estate planning, do me thënë mënyrën se si mund të mbrohen nga çdo lloj gjëje. Ka shumë, do me thënë, plani financiar shumë më kompleks se sa njerëzit kujtojnë. Do me thënë, në qoftë se fillon me një inshurancë jete, nuk është do me thënë vetëm ai produkt financiar, por ka lloj gjërash që mund të bësh dhe mund të arrish në mënyrë do me thënë që edhe të ngrihesh ekonomikisht, të mbledhësh lek, t'i grumbullosh, t'i menaxhosh dhe në të njëjtën kohë t'ia kalosh edhe fëmijëve në kohën e dur. Dhe shumica e sipërmarrësve shqiptar, po edhe profesionistë, edhe ata që kanë vite që jetojnë këtu, akoma sikur kanë frikë të edukohen ndonjëherë se çfarë është e mundur, se si mund të bësh paranë tënde të zgjasin më shumë apo pse paranë të punoj për ty, dhe kanë vënë që ti bën një punë shumë të mirë me këtë edukimin e target audiencës tënde në farë mënyrë që ti kuptosh që hey, ka shumë herë mënyra që mos punosh aq fort në jetën tënde, po edhe nëse diçka të ndodh, ti ke diçka që po i lë pasardhje familjes tënde. Po, jo vetëm që ti lësh diçka, po në të njëjtën kohë do me thënë ke mbrojtur të tëra pasurinë, pronat, të ardhurat që mund të kesh, lekët e grumbulluara në banka ose edhe në produkte financiare që janë nëpër kompanitë të tjera. Po siç the, informacioni nuk është gjithmonë shumë i qartë dhe njerëzit nuk janë shumë të hapur që të dëgjojnë. Që të marrin informacionin. Për mua informacioni është domethënë shumë gjë e madhe sepse njerëzit informohen, domethënë çdo vendim që merr duhet të jetë në bazë të gjërave që di, jo që të ketë dëgjuar nga komshia që të ka thënë duhet bësh këtë. Që ne dëgjojmë shpesh nga komshia. Gjithmonë ndodh, domethënë duhet ta marrësh informacionin e dur nga një profesionist, jo nga një njerëz që mund ta ketë të dëgjuar ose është thjesht opinioni i tij. Shumë e vërtetë. Ku mund të kontaktojnë njerëzit? Zyra ime është në Waltham, këtu në Boston. Unë kam edhe licenca të tjera për jashtë shtetit të Massachusetts. Kam edhe faqen time. Do vendosa në përshkrim, do vendosa website. Për çdo pyetje, domethënë jam e hapur njerëzit vetëm të marrin informacionin, që andaj e tutje pastaj. Të paktën të bëni vendimin e dur për të ardhmen tuaj, se pastaj të tjerat të rregullohen, apo jo. Shumë faleminderit që jemi ne. Gjithashtu kemi dhe sipërmarrëse më të vogël, që është vetëm 9 vjeç, vajza ime Arja. Arja, çfarë të shtypti ta hapësh këtë biznes?
me pëlqenin shumë bijut dhe fillova të beshta sa bijut punindor. Dhe pastaj me tha mami që përqeshte, me përqenin shoqen, që thash pse jo të ta bëj biznes. Të gjitha bijut që shikonin në tavolinë janë bërna unë dhe kjo është biznesi im Arja Jewelry. Arja, për gjitha ata njerëz që kanë menduar të hapin një biznes, por mbasi nuk kanë motivin e dur ose kanë frikë, çfarë këshilla do t'i jepja? Që nëse unë kam një biznes dhe jam 9 vjeç, pastaj çdo kush mund të hapë një biznes. Bravo, shumë këshill me vlerë. Ndiqeni Arjen në Instagram, Arja Jewelry. Jam këtu me Irma Haskos, faleminderit. Është një nga sponsorat e këtij eventi, që bëri këtë event të duket më i bukur, me çollumbace, me dekor, edhe Irma ti ka ardhur këtu për prezantuar biznesin tënd të ri. Mund ta flasësh pak për juve dhe biznesin? Po, në radhë të parë dua të falenderoj ty Marsilda që organizon evente të tilla për të njohur dhe me bizneset e tjera dhe për të pasur mundësinë të reklamojmë biznesin tonë. Disa kompozime të vogla që kam arritur të bëj në kohë rekord vetëm për të eventin tuaj. Dhe më pas dekorin do e shikojmë me kalimin e natës së sotme. Atëherë, si ti e ndihmon komunitetin shqiptar? Atëherë, unë bëj maksimumin për ndihmuar komunitetin shqiptar. Jam shumë e lumtur që komuniteti shqiptar organizohet, bashkohet, mblidhet, festojnë mbrëmje të ndryshme me evente të ndryshme dhe sidomos ato datat historike atletare. Dhe ndihma ime është që unë i ofroj në biznesin tim çmime të ndryshme, nga çmimet e ulta, mesatare dhe çmimet të larta në varësi të kërkesës së tyre. Pra, çfarë shërbime ofron? Dekoret për evente të ndryshme, si ditëlindje, baby shower, fejesa, graduime. Pra e gjimon pranë njerëzve në gëzimin e tyre. Po, në gëzimet e tyre, po. Këto zakonisht për lindjet, për ardhjet në jetëve të reja. Shumë bukur, shumë bukur. Duhet që ketë talente shumë kreative, por diçka që njerëzit nuk e dinë që unë e di, është çfarë jeni me profesion. Unë jam mësuese, vazhdoj edhe këtu në Boston, mësuesin të shkolla Shqipe Besa, e financuar nga Mas Besa. Që kemi dhe ata në event. Po, që kemi dhe ata në event. Zoja të thoja për pjesën e Mas Besës është dikush tjetër që do flasi, që mos... Si ka qenë ardhja juaj në Amerikë? E di që je pak më i re, më duke sa vite u bën 5? Sot fix unë bëj 3 vite. Urime, duke s'kur jam 5, më duke s'kur kam njohur për 5 vitesh. Fix sot bëj 3 vite, për mua është fest. Fillimi ishte pak i vështirë, por jam shumë e lumtur që rash në kontakt direkt me shkollën shqipe dhe me organizatën e Mas Besës. Jam shumë e lumtur sepse u përshtata shumë shpejt, më pëlqen tani jeta këtu në Amerikë, ka angazhime shumë, ka lodhje. Çfarë të mungon nga Shqipëria? Dihet që përveç familjes, më mungon shoqëria. Pjesa e kohës që kaloja me shoqërinë atje, tu mungojnë. Po të pak të vim, vete në Shqipëri ma do mund e gjë. Mezi po pres të shkoj këtë BR, sepse nga 3 vite që kam ardhur këtu s'kam lëvizur në Shqipëri. Po ke qenë zënë, ke pas fëmijë. Jam bërë nën e 2 trupave, Nova dhe Dua. Përveç 2 trupave që tani pas ka eventi ka Nova Decor, tani kuptova nga erdi Nova, po thua që ne Nova, okay. Emri i biznesit është Supernova Decor, për shkak të emrit të vajzës, Nova. Urime, sa më shumë suksese dhe shumë faleminderit që je prezente dhe ndihmon në një mënyrë apo tjetër komunitetin shqiptar. Shumë faleminderit. Asgjë. Faleminderit.